Ky është restoranti më i lartë në Tiranë, me një pamje spektakolare 360 gradë të Tiranës. Është triple D, më duket quhet, triple D, po do t'ju tregoj tani pamjen për ta kuptuar më mirë. Restoranti është në kullën e famshme ngjitur me gjykatën e lartë. Do t'ju tregoj me detaje dhe pjesën fantastike që ka, por mbi të gjitha është pamja. Shiheni se ku ulesh për të pirë kafe, t'ju tregoj dhe pjesën e dining. Shiheni se çfarë pamje ka të Tiranës, duke nisur që nga godinat e reja që po ndërtohen në këtë drejtim, pjesa e shkollës 20 vjetori, pjesa e kodrave që rrethojnë Tiranën, pjesa e parkut Rinia dhe Tajvani, godinat e tjera të ndërtuara në Tiranë, po mundohem të eci vetëm pamjes së Tiranës, aty ku më lejohet. Tani duhet të riqem pak për të ecur në këtë drejtim. Shihni çfarë pamje ka, thash, restoranti. Kjo është pjesa tjetër e parkut Rinia. Godinat e tjera, këtu mund të shohësh të gjithë kullat e Tiranës. Ja dhe Downtown One, kulla tjetër e Kuçinelës. Shihni çfarë pamje është tani, që i afrohet sheshit Skënderbej, po do t'ju tregoj nga një kënd tjetër sheshin për arsye se ka klient. Ndërkohë restoranti është në katin e 22 të kullës, ndërsa në katin e 24 sipër është një pishinë e hapur. Ja dhe pjesa tjetër, kjo është pjesa sërish që vjen nga parku Rinia, pjesa e ministrive, pjesa e katedrales ortodokse, godinat e reja, sahati, dhe vjen gjithë pjesa e sheshit Skënderbej. Shiheni pjesën e sheshit Skënderbej. Tani do ju tregoj dhe tavolinën më të bukur që ka. Erdha krejt rastësisht dhe nuk e dija që është i hapur, por më thanë që është i hapur pastaj. Shiheni pjesa. Pra kjo është pjesa e përgjithshme e terracës. Ndërkohë këtu është pjesa e brendshme e restorantit, i cili është shumë i bukur. Është vërtet shumë i bukur. Kjo është pjesa e tavolinave. Disa nga tavolinat kanë pamje spektakolare. Shive ti jesh i ulur në këtë vend, çfarë pamje ke të sheshit Skënderbej. Shive dhe pamja sërish në kjo tavolin këtu. Imagjino ti jesh i ulur këtu dhe të kesh pamjen e bankës edhe të sheshit Skënderbej të gjithës. Restoranti është i hapur për ditë, edhe për drekë dhe për darkë? Dhe mund të vi kushdo. Është i hapur për të gjithë, se në momentin e parë më duket sigurisht kjo është një tjetër zonë, shiheni ku duket dhe syri i Tiranës, edhe të gjithë rruga që ecet poshtë, pjesa tjetër, dhe kjo duhet të jetë tavolina më interesante me dy pamje, me pamjen e sheshit Skënderbej këtej, të gjithë sheshit Skënderbej, shive me Interkontinentalin, Bankën e Shqipërisë, Muzeun Historik, rrugën që vjen, dhe me pamjen në anën tjetër, ku duket katedralja ortodokse, pjesa që po ndërtohet teatri i ri kombëtar, rruga pedonale Murat Toptani, bulevardi i Tiranës, edhe pjesa e sheshit Skënderbej. Shiheni se çfarë mrekulli është, edhe dajti. Që jam më bukur është që dajti duket, tani sa të mësohet kamera me ndriçimin, dajti duket shumë afër këtu. Kulla në fakt ka dhe një pjesë sipër, do të pyes djemtë nëse mund të ngjitem, për t'ju treguar se çfarë mrekullie është pishina që po ndërtohet sipër. Shiheni pak pjesën e dajtit. Shiheni se si duket.
e gjithë Tirana, me gjithë pjesën e ndërtimeve. Ndërkohë është e jashtëzakonshme pjesa, është e pabesueshme pjesa që brenda kullës ka ndërtuar parkingjet, kur zbrita poshtë, pjesa e shkallëve, është një shkallë e tërë, 5 kate prej çeliku, e gjitha prej çeliku derdhur, ndërkohë parkingjet në pjesën e poshtme janë poshtë të mrekullueshëm. Tani të shohë nëse mund ngjitem sipër në pjesën e sipërme, duhet pyes çunat. A më shoqëron dot dikush te pjesa e pishinës si mund të shkoj? Ja, tani po ngjitem në pjesën e pishinës, është e pambaruar për momentin, por ka qenë e mbushur derisa të mësohet kamera me duhet tipi në ashensor. Shifë pjesa e ashensorëve. Është shumë e bukur dhe pjesa, po të shohësh dhe pjesën e kjo është pjesa ku mbrin triple D. Shohim tani sa të ngjitemi sipër. Shumë si çfarë pamje ka. Çfarë tarace. Sa kohë ka i hapur? Taraca ka më pak se 1 vit. Më pak se 1 vit. Sa si godin 2 vite. 1 vit është hapur taraca, të shohim tani të ngjitem sipër tek pishina. Kjo është pjesa e pishinës. Pishina për momentin është e mbyllur, e zbrazur, por ka qenë e hapur. Shifeni. Është pishina me pamjen më dominuese të gjithë qytetit. Shive ku është. Shive se çfarë pamje ka të sheshit Skënderbej. Dhe është ta pamja më e bukur në Tiranë, po ta shohësh. Shije pishina dhe është infiniti përballë. Do hy madje në pishinë t'ju a tregoj tamam. Në video e mund të shihni se si ka qenë e mbushur pishina. Shqijeni, tani unë po hy brenda pishinës, nuk është shumë normale, po kjo është pjesa që pishina është bërë me gur të quajtur emerald nga Sicilia. Shifeni tani se çfarë pamje ke në pishinë. Pra këtu do të jetë pishina, shifeni se çfarë pamje ka nga pishina. Pamje spektakolare dhe është pishinë me ujë të ngrohtë që mund të përdoret në ditë me diell edhe gjatë verës. Ndërsa në pjesën e sipërme pastaj më interesant është helipadi. Shifem pra, kjo është e gjithë pishina që mbushet me ujë për momentin. Kjo është pjesa tjetër e Tirana, aty këtu kaotike, sidomos kjo pjesa e ndërtuar në vitet 90-2000, që është komplet kaos. Kështu që jam brenda pishinës më të lartë në Tiranë dhe me pamjen më të bukur. Tani të zbres pak, të ngjitem pak te helipadi, ku ulet helikopteri, se është shumë interesante edhe kjo pjesë. Vetëm një sekond tani, ta parë. Po ngjitem pjesën e helipadit, këtu janë shkallët e emergjencës, shifeni çik sa interesante janë. Zbresin deri në katin -6 poshtë, të gjitha. Pra është deri në katin -6 dhe po shkoj tek helipadi, është helipadi më i lartë në qytet, i ndërtuar me standardet ndërkombëtare për helipadit. Shihni tani, është pjesa që ngjitesh. Kjo është pjesa. Ja dhe hëja, kjo është pista e helikopterit më e lartë në Tiranë. Shifë çfarë pamje ka, se s'po më mban të afrohem aq shumë. Dhe zbret në kullën e ndërtuar ngjit me gjykatën e lartë, me pamje 360 gradë të gjithë qytetit. Kulla është përballë katedrales ortodokse
dhe me pamje nga sheshi Skënderbej dhe në të gjithë qytetin. Shiheni. Është pika më e lartë këtë moment pa llogaritur downtownin kur të vjet në punë, po pika më e lartë e hapur në qytet është kjo këtu për momentin. Kështu që shihni se çfarë pamje të Tiranës, restoranti më i lartë dhe pishina më e lartë bashkë me helipadin më të lartë në qytet.